Unë jam rrit me babgjyshin. Unë ata e kom thirr babën se kom thirr kur bab. Të mësot Baba jam e ka llogaritë marrë pastaj. rrogën 14 mark në atë kohë. Jemi konë shumë mirë, si s'kemi lakmu, s'kemi falënderoj Zotit që ku jemi. A je rrit në familje të madhe, Valon? Po. Në familje të vogël? Familje të madhe. Vëllezër, motra, keni qenë Po, 2 me 2. Apo, okay. Unë kam qenë i dyti, motra ime Vilma e madhja, Valentina mbas meje dhe vllau i vogël Vilsoni i cili jeton në Amerikë. Tha, jeni rrit në harmoni, me Po, plot dashni, përkushtim, me cilin kështu ke qenë ma i lidhur prej Kam fëmijëve? qenë me Vilme, me motrën e madhe. Me motrën e madhe. Po. Ka qenë ma kry forte, s'ke pas qarë pa koni lidhur me E kujtime të bukura, me Po. shumë gjas, Po. nostalgji, Jo, keni shiju pa fond. Jeta, konë, Kushte këj tjera, kur po flasim, sot baba jam e ka llogaritë marrë pastaj. rrogën 14 mark në atë kohë. Ka qenë profesor i muzikës në përshpia, që shkanë mujtë, përsekutum, po di që shkanë arrit, ata prindë tonë mësë më na mungu neve asë një gjo. Nashta frymëzimi, bashkëbisedimet, koha që kemi kalu bashkë edhe se kemi pas nda me periudhën me to teknologjia që përdojnë na shkatru jetën tash. Edhe jemi konë shumë mirë, si s'kemi lakmu, s'kemi falënderoj Zotit që ku jemi. Je edhe vetë sot prind me gjatë se bën këtë dallimin, mënyra si je rrit për i prindërve tu, edhe mënyra si sot po rriten fëmijë tu, dallim shumë i madh, po flasim për periudha krejtësisht të ndryshme, raportin që ke pas me prindërit, me nanën edhe me babën, Valon, me cilin i ke ngjanë ma shumë, jo vetëm fizikisht, po më intereson edhe sa i përket karakterit. Me karakter është, thojnë kanona, baba është ma i qetë se unë. Unë jam pak ma eksploziv në punë. Kjo është shumë i qetë, përka ose ndoshta brenda vetës është ma ndryshe, po nuk e shprej. Unë pak ma shumë e shprej, po si di, kemi pas fatin me fatën e parë që e pash është ditëlindja e gjyshës time, i ka bo 90 vjetë. Na hala jetojmë bashkë në një shtëpi. Me të vërtet, sa bukur. Kështu që fëmija mi e kanë që të fatë, kanë komunikim dy fish, jo nuk jena vetëm ashtu që unë mas praktikohen ashtu, unë du të me kalu me ta, për shkak se kemi obligime jetësore, po këta e kanë një lidhje pak ma të fort me gjyshin e vetë, me tash llogarit e 4 breza, se gjyshja e ime, prindi, une, edhe fëmija. kështu që janë, po mdoket se ka një farë rezultati, kështu, pa shojë. Po, e shemë një sy tjetër edhe është e bukur, kur veç... E kjo ka qenë ajo jeta jonë. Unë jam rrit me babgjyshin. Unë ata e kom thirr babën se kom thirr kur bab.